nuk ka shumë problem. Po shiko, shifrat janë realiteti jonë. Unë kuptoj që juve tre opozitorët janë me qëllim që me ikë dhe me gjuhi syve dhe qytetarëve dhe mos më përgjigj në temën që jem të diskutuar. Po kthehesh 6 vite, 7 vite më herët. Prandaj jo, Liza, nuk po më dham as pak. A diçka po më dham? Po më dham se jetu ju hedh qytetarëve, nuk jetu marr me gjona konkrete. Nuk jetu marr me gjona konkrete. Në kohën e vetëvendosjes, për atë asimilar, u shkoi pa pagesë. Është flasim edhe ne. Jo, do më shpendot debatin, po do më shpendot debatin edhe mos më ballafaqu direkt. Është pa precedent për pesë. Po jo, mund duhet me i kthy përgjigje sepse është shumë e rëndësishme. Ne kemi dhënë mbi 50 milionë euro mbështetje direkte për student. Po ashtu, mbi 18.000 student janë mbështet me bursa nga 1.000 euro. Student ekselent në secilin sept të Kosovës. Shumë e rëndësishme me theksu se 7.277 bursa janë nda vetëm në fushën e STEM. Po mbi gjitha, shka është me rëndësishme me theksu që mbi 2.000 bursa janë dhënë për nxënës komunitetet rom, ashkali, egjiptash në vlerë prej 625.000 euro. Po ashtu, ku flasim për cerdhët, nuk flasim vetëm për informacione konkrete në cilin qytet sa çerdhën, po të lutem. Po jo të lutem mund tregon sa të kom. Jo, am dëgjon gjysmë minutë. Po ja di, jo, ta shpjegova në detaj. E di pse rëndësishme nuk e për nismën që ndërsa sa i përket pjesës së nismës ose sa i përket pjesa e vendimores që buxheti shfrytëzohet në kësaj forme. E rëndësishme është që populli i Republikës Kosovës të jap verdiktin për partinë e cila qeverisin pushtet. Partitë cilat qeverisin, në këtë rast lëvizja vetëvendosje, ka një qeveri në detyrë edhe ka një opozitë e cila vazhdimisht ka blloku. Mbi një vit e gjys e ka pas bllokadën armën e vetme politike përmes përpara, sepse ne kemi një opozitë e cila beson që forma e vetme për me mujt me na urxhu neve pi pushtetit është duke na çuar zgjedhje. Kështu që në këtë formë çdo nismë që ne kemi si lëvizje vetëvendosje, edhe çdo pjesë planit punës tonë që ne bëjmë si vetëvendosje, kriminalizu, por realiteti është. Po jo, nisma që ti kemi nxeruar. Në legislaturën e 10 të Republikës Kosovës, a moj vesh pak me ndërhyj nuk mund jam përgjigje për një nismë. Nashta nuk mund na më talon këtë drejtësirë në momentin e parë që ne kam nisë para fushatës zgjedhore, vendime sikurse ky, a do të përkrahni një ndryshim të kodit penal që kjo të bëhet vepër penale? Unë po besoj që dhe ju e dini që fushata zgjedhore ende nuk ka filluar. Fillon me datën 28 maj. Edhe në kohën e fushatës zgjedhore, vendime të tilla, që ka praktikën shumë nga të tjera, që nëse opozita beson që kjo formë e punës që jemi duke bërë është problematike, le të ballafaqohen me neve në Kuvendin e Republikës Kosovës. Ne kemi një opozitë e cila refuzon me e pranu realitetin politik, ndërsa në çdo moment thotë që problemi është qeverisja Kurti. Jo keni probleme qytetarët. Na për 5 vjet e kemi bërë shpërndarjen e buxhetit, 1.3 miliardë euro ja kemi kthy qytetarëve. Çka keni bërë ju? Po ju çka keni bërë ju jeni kon pushtet. Vesh një përgjigje për juve si parti politike. Keni me përkrah këtë iniciativë të IKD-s që me u kriminalizu kjo pjesë e vendimmarrjes në kohën e para fushatës dhe fushatës zgjedhore. Partia Demokratike as nuk mendon, nuk do kishte menduar domethënë që mund ndodhte diçka e tillë. Patjetër do të përkrahim për arsye se ne kemi kaluar faza të tilla dhe asnjëherë domethënë PDK nuk ka bërë veprime të tilla që po i bëmë lëvizjeve vendosur. E përkrahim. Zoti Zani, tash kthehemi tek kësaj, vetë ta e ke çet në mënyrë absolute, madje kjo duhet qëtë që që thashtë dhe ma herët me legjë. Pra, për LDK-n nuk është kundër shtesave, është me pas standardisim, është me pas legjë edhe din se cili qytetar çka përfiton. Dhe jo me prit çfarë disponimi ka Kurti edhe a kemë zgjedhje. Tash paramendoj qytetarët, lutem prapë me shku në zgjedhje mas 3 muajve, që mi marrë dhe shtesa. Zonja Bytyshi, a do të përkrahni në iniciativë të tillë? Spari dështa me ndërhy zonjes së ndërruar. Një përgjigje për çetë iniciativë. A do ta përkrahni ajo? Gjithmonë kemi qenë, patjetër, ne gjithmonë kemi qenë që mi u ndihmu qytetarëve në forma të ndryshme, po jo në këtë formë të cilën po e bën lëvizja vetëvendosje. Zonjes së ndërruar, kisha dashur me I thonë kështu. Tregomi në vendet konkrete ku janë ndërtuar çato qerdhe. Tregomi vendet konkrete ku janë ndërtuar çato shkolla. Tregomi vendet konkrete ku janë ndërtuar çato rrugë. Tregomi vendet ku janë ndërtuar ura, 2 ura I ki zonë. Për 20 vite. Se lutem, ndërpreva, lutem 1 minutë.
informoj juve, sepse nuk është detyra ime, juve ju informoj për çdo sferë. Ju keni obligim si deputete e Republikës Kosovës ta përcjellni punën ditore për cilën punoni, për cilën duhet ta bëni çdo ditë. Çështja kryesore vetëm ato çka ti kanë shkruar në letër, po ato nuk janë të realizuar me fatkeqësisht. Për 20 vite Kosova ka pas zhvillim, ka ndërtu rrugë, ka ndërtu shkolla, ka ndërtu spitale, ka ndërtu qerdhe. Jo çka keni bo për 6 vite. Po më vjen shumë keq, po këto të cilat i ki në letër të shkrume nuk janë të realizume. Ajo çka është dëshira diçka tjetër, po ju nuk keni bo kur gjo. Duheni me pranu sot edhe për gjithmonë. Ne sot do të përgjithmonë do ta pranojmë rezultatin e qytetarëve të Republikës Kosovës, edhe do të vazhdojmë me punët e mira që kemi bërë për këtë vend. Zoja Betyqi, ju e dini shumë mirë ndoshta, dhe nëse nuk e dini, tash po ju informoj në detaje që në këto 4 vite të fundit të qeverisjes ne kemi shënuar një rritje ekonomike për 6%. Asnjëherë nuk u kon në 4%. Po më vjen shumë keq për ty. Për besë po më vjen shumë keq për ty. Si ka mundsi, nuk keni nevojë ndjeni keq për mua. Për fakt që unë kam informacione për punën që e bëj. Edhe me urrit buxheti për vitin tjetër. Jo, Zoja Betyqi, si funksionon kjo? E kupton ti bazat e mikroekonomisë dhe makroekonomisë? Ne i dim shumë mirë, po si keni më tregoni çka do të thonë? Ju apo dini çdo çështje të cilat me të vërtetë janë shumë të ndihshme për qytetarët. A mendoni se qytetarët nuk e kanë kuptuar? Nëse keni hapur të qytetarët, unë po besoj që çdo qytetar i Republikës Kosovës e ka pranuar vendimin e qeverisë me shumë dëshirë. Për ata të cilët mendojnë që është keq përdorim, ka forma ligjore për të cilat mund të kthehen parë mbrapa. Mirë, po Zoja Betyqi, ju besimin qytetari 51% për studentët, për pensionistët, nëse jeni kundër rritjes së shtesave për nënat Leona. A dini ju Zoj që kur ju keni qenë qeveri, nuk ka pas asnjë shtesë vetëm. A jeni të vetëdijshme që nuk e keni pas asnjë shtesë vetëm. Si u ndërtu shteti kur nuk ka pas asnjë shtesë për qytetarin? Për zhvillim të qytetarit nuk ka pas nevojë për ndihmë. Gjithmonë ka pas nevojë për diçka tjetër. Kjo është gabimi juaj. Ju jetoni për interesat të ngushta të bizneseve të ngushta. Kjo është fatkeqësia. Unë do doja shumë që opozita të mundësi, jo do doja shumë që ju si opozitë të paktoni realitetin. Ju jeni në interesat grupeve të ngushta. Këtë qasje kjo zonja nderuar, sepse ato që e kanë shkruar në letër nuk ka nevojë me na tregu neve, po duhesh mi tregu gjanat konkrete. Na të gjithë kemi thonë, okay, në rregull. Jo bisedat me fakte, nuk janë konkrete. Zoja Betyqi, është mirë ti referoni fakteve. Folëm me nuk mundem unë të rri. Nuk mundesh, po ti nuk je të diçka këtu në një debat televiziv i cili na ka ftuar me diskutu për situatën politike në vend, për reflektimin e suksesit tona. Edhe unë shumë thjesht po informoj qytetarin e Republikës Kosovës, sepse mungesë të informacionit përbesë është e tepshme me qenë deputet e Republikës Kosovës. Edhe mos me pas informacionin bazë mbi progresin shoqëror ekonomik e demokratik të vendit. Është e tepshme. Liza, çka jetë informuar qytetarët? Fjalën apo shpim pak më radhë. Po kam përshtypjen që ndoshta më mirë kishte qenë më radhë, për shkak që kanë herë po tingëllojnë zonja Gashi sikur me qenë e PSD-s dhe jo e partisë nga vjen. Pra s'po na lën asnjë me fol. është një stil i tillë i debatit sa që po duket pak Zoti Çani, i cili vjen nga analisti në listën e zojës Vjosa Osmani, në rregull, nëse ti mendon që forma të bërit debat duhet të definohet nga ana juaj. Në asnjë moment, jo, nëse faktet janë zhurmë, atëherë je shumë keq. Ja shpjegoni për mend çerdhët e shkollat. Sa përcjent i përmbushin nevojat e fëmijëve për të planuar në qerdhë. Sa përcjent? Apo më tregon? Zoti Xhani, sa përcjent i përmbushin nevojat? Sa përcjent? Rregull, është shumë mirë në detaje. Përgjigjo vazhdo dhe nuk më intereson. Si prendi 3 fëmijëve. Nëse unë e du me regjistru fëmin në qerdhën publike, a pranohet njërë automatike edhe ka vend për të? Zoti Xhani, ju e Apo aplikojnë qindra fëmijë e pranohen shumë pak. Në asnjë moment vetëm nuk i përbushin as kriteret minimale të nevojave. Këta numra, me folë për mensh, me dosh me bërë retorikë politike, bëjmë retorikë politike sa dush. Por, është më rëndësi, sepse qytetarët që të po jetojnë. Se cili prind ballafaqohet me problemet në qerdhe për të quar fëmin në qerdhe dhe me shku në punë. Pra, më thuaj një moment të vetëm kur unë ju thash që mjaftojnë gjitha qerdhet. Jashtëzakonisht